Halid bin Velid radiallahu anhu. Halid bin Velidi kishte marrë pjesë në radhët e para në të gjitha luftërat që idhujtarët e Mekës zhvilluan kundër muslimanëve, por pas çdo betejë kthehej me një keqardhje në shtëpi. Kjo sepse Allahu po e përgatiste që më vonë t'i shërbente fesë së tij. Një grup kalorësish po ngisnin në shkretëtir kuajt e tyre, duke ngritur një tymnaj të madhe. Rëra e shkretirës e nxehur nga dielli përvëlues ishte ngjitur si në trupin e kuajve, po ashtu edhe tek ai i kalorësve. Në fund kalorësit arritën në maj. Pamja që dukej nga maja kishte bërë që kalorësit të ndjenin një herazi frikën dhe gëzimin. Ata që po kërkonin ishin në mes të luginës. Në maj të kodrës e shikonin veten sundues të armikut, por komandanti nuk po jepte urdhrin e sulmit. Kuajt po hingëllinin të vuajtur sepse rëra po i diqte këmbët. Komandanti i këtij grupi kalorësish nga mosbesimtarët e Mekës ishte gjeniu i betejave, Halid bin Velidi. Në lugin ndodhej profeti Muhammed alayhi salam, që po i printe shokëve të tij në namazin e drekës. Halidi e shpjegon kështu ngjarjen. Mendova se ishte momenti i duhur për të sulmuar, por nuk më jepej për të dhënë urdhrin e sulmit. Pritëm një kohë të gjatë, pastaj se ç'ndodhi dhe bashkë me shokët hoqëm dorë nga sulmi. Kjo ngjarje pati ndikim të madh tek unë. Ky njeri ruhet nga Allahu, mendova. Deri në atë kohë pata marrë pjesë në të gjitha betejat që mund të luftoja kundër tij. Pas çdo beteje e ndjeja veten si dikush që kishte bërë një gabim. Pas kësaj ngjarjeje, Halidi përjetoi një periudhë konfuzioni. Mendoi të shkonte në Etiopi, por hoqi dorë nga se Mekasit do të thonin se ju bind Muhamedit dhe shkoi të jetonte në paqe me pasuesit e tij atje. Pastaj mendoi të shkojë tek persët ose bizantinët. Në këtë periudhë konfuzioni për të, profeti alayhi salam dhe muslimanët patën ardhur në Mekë për të kryer umren, që nuk e bën dot në marrëveshjen e Hudejbjes. Halidi, për të mos rastisur me profetin alayhi salam, që fshehur atë kohë. Vëllai i tij, që ishte bërë musliman prej kohësh, kishte ardhur me profetin alayhi salam. Ai e kërkoi, por nuk e gjeti, kështu i la një letër ku shkruaj: Bismillahirrahmanirrahim. Nuk di gjë tjetër më të çuditshme se sa mospranimi i Islamit prej një të zgjuari si ti. Kush mund të qëndrojë larg një feje si Islami? Profeti alayhi salam më pyeti për ty dhe më kërkoi të të takonte, duke më thënë: si mundet që dikush si Halidi të mos e pranojë Islamin? Nëse do ta përdor forcën dhe zgjuarsinë e tij në Islam, do të jetë shumë më e mirë për të. Vëllai i dashur, nxito, mos e humb mundësinë. Pasi mori këtë letër, Halidit ju ngroh zemra akoma më shumë ndaj Islamit, veçanërisht interesimi personal i profetit alayhi salam e kishte gëzuar shumë. Kishte parë një ëndër ku po shkonte nga një vend shumë i ngushtë dhe i thatë për në një vend shumë të gjerë dhe me gjelbërim. Komentimin e ëndrës nuk e dinte të sigurt, por edhe kjo ëndër luajti rol që ta pranonte Islamin. Vendosi të shkonte tek profeti alayhi salam në Medine dhe po kërkonte një shok ta shoqëronte. Takohet me Safwan bin Umeje dhe i thot: o Safwan, a e sheh gjendjen ku ndodhemi? Jemi paksuar shumë, ndërsa Muhamedi po mund edhe arabët edhe të huajt. Safwani ja kthen shumë ashpër, edhe sikur të mbetemi vetëm, atij nuk i bindem kurrë. Babai dhe vëllai i Safwanit qenë vrarë në Bedër, dhe Halidi e shihte këto urrëtie dhe ashpërsi të Safwanit si pasojë e saj. Kur profeti alayhi salam bashkë me sahabët bën umren dhe Bilali radiallahu anhu thirrri ezanin, Safwani pati thënë: shqyr që babai im vdiq para se të shoh këtë ngjarje, kaq e madhe ishte urrëtia e tij. Kështu Halidi vendosi të shkojë vetëm në Medine, u përgatit dhe u nis. Në rrugë takohet me Osman bin Talhan, të cilit i thot fjalët që i kishte thënë Safwanit. Edhe Osmani kishte kohë që mendonte të njëjtat gjëra,
kështu që pranoi propozimin e tij dhe u nisën së bashku. Kur arritën në vendin e quajtur Hide, takohen me Amr bin Asin, i cili u bashkohet atyre dhe kështu të tre shkojnë në Medine. Atje i priti vëllai i tij, Velid bin Velidi radiallahu anhu. Ai shumë i gëzuar u tha: "Eja nxitojmë, profeti alayhi selam po na pret." Ndërkohë profeti alayhi selam shokëve që ndodheshin me to u tha: "Meka na i dërgoi neve bijtë e saj. Vërtet, këta trima që patën luftuar në rreshtat e parë të ushtrisë armike ndaj muslimanëve, po vinin për të shprehur nënshtrimin dhe bindjen ndaj profetit alayhi selam." Profeti i dy botëve, i dhemshuri dhe i buti Muhamedi alayhi selam, i priti ata me një buzëqeshje të ngrohtë. Në fillim përshëndeti dhe tha shahadetin Halid bin Velidi radiallahu anhu. Të gjithë po prisin me emocione reagimin e profetit alayhi selam. Nga goja e tij e bekuar dolën këto fjalë drejtuar Halidit: "Falënderimi absolut i takon Allahut, që të udhëzoi në rrugën e drejtë. Ti je një njeri i zgjuar, e lut Allahun të mundsoj të bësh vepra të mëdha për Islamin." Ndërsa Halidi kujtonte veprat e mëparshme dhe i turpëruar kërkonte falje. Profeti alayhi selam i tha se në Islam nuk llogariten gjunahet e kryera para tij dhe Halidi i kërkoi të lutej për të. Kështu profeti alayhi selam u lut: "O Allah, falja atij të gjitha gjunahet që ka bërë duke larguar njerëzit nga feja jote." Më vonë Halid bin Velidi radiallahu anhu, me anë të akteve të tij heroike, fiton titullin Shpata e Allahut, duke vërtetuar kështu se duaja e profetit alayhi selam ishte pranuar. Halid bin Velidi ishte prej elitës së Mekasve. Kureshit i patën besuar atij komandën e kalorzve. Ai ishte një luftar i suksesshëm. I njihte mirë taktikat e luftës. Prandaj edhe profeti alayhi selam donte që dikush si Halidi radiallahu anhu të bëhej musliman dhe ta përdorte aftësinë e tij në rrugën e Allahut xheleshanuhu. Madje transmetohet se një herë ka thënë: "Nuk mund të imagjinohet që dikush si Halidi të mos e pranojë Islamin. Sa mirë do të ishte për të që ta përdorte zgjuarsinë e tij kundër jo besimtarve në dobi të muslimanëve. Atëherë do ta nderonim shumë." Kështu, tani e mbrapa Halidi do të luftonte kundër armiqve të fesë së Allahut. Betejë e parë që mori pjesë ai ishte betejë e Mutes. Shkaku i luftës ishte se guvernatori bizantin në Sham pati vrar Harith bin Umeirin, delegatin që profeti alayhi selam dërgoi te i pari i rumive. Profetit alayhi selam i kishte ardhur shumë rënd kjo ngjarje. Ai përgatiti një ushtri prej 3000 luftëtarësh. Në krye të ushtrisë vendosi Zeid bin Harithen. Nëse ai do të binte dëshmor, komandant do të bëhej Xhafer bin Ebi Talib. Nëse edhe ky do të binte dëshmor, komandant do të bëhej Abdullah bin Revaha. Ndërsa Halidi radiallahu anhu ishte thjesht një ushtar në këtë ushtri. Besimtarët u ndeshën me bizantinët në vendin e quajtur Mute. Numri i ushtrisë bizantine ishte 100.000 ushtar, por më tepër ata ishin shumë më mirë të armatosur, por numri i madh dhe armatimi i fortë nuk i friksoi besimtarët, sepse në fundit ata kishin ardhur me dëshirën për të rënë dëshmor. Ja pra, tani e kishin mundësinë. Pas një hezitim u turrën pas komandantit të tyre duke thirrur Allah, Allah. Pas luftimesh të ashpra, Zeidi, Xhaferi dhe Abdullahu, Zoti qofti kënaqur me të, ranë dëshmor, duke luftuar me mish e me shpirt. Ushtria e muslimanëve mbeti pa komandant. Bizantinët për pak do triumfonin ndaj muslimanëve. Në këtë moment, Thabit bin Akrem, Zoti qofti kënaqur me të, rrëmbeu flamurin dhe u mundua t'i inkurajonte besimtarët. O besimtar, zgjidhni njërin prej jush dhe shkoni pas tij. Besimtarët i thanë se kishin zgjedhur atë,
por ai nuk pranoi dhe ja dha flamurin Halid bin Velidit. Edhe pse ai nuk donte ta pranonte, Thabit bin Akrem këmbënguli, duke i thënë se ai njihte mirë taktikat e luftës. Atë e mbështetën edhe besimtarët e tjerë dhe kështu Halidi u zgjodh komandanti muslimanëve në Mute. Në të njëjtën kohë, Allahu Xheleshanhu kishte ngritur perden e kohës dhe vendit dhe ja kishte treguar profetit alayhi selam fushën e betejës. Profeti alayhi selam pasi mblodhi besimtarët, u ngjit në mimber dhe tha: Besimtarët luftuan kundër armikut, Zejdi ra dëshmor dhe tani po shëtit në xhenet. Pastaj flamurin e mori Xhaferi dhe edhe ai ra dëshmor. Pastaj flamurin e mori Abdullah bin Revaha dhe ra dëshmor. Pasti flamurin e mori Halid bin Velidi. Tani lufta u ndez. Më pas profeti alayhi selam ngriti duar dhe u lut: O Allah, ai është një shpat prej shpatave të tua, ndihmoje atë. Kështu, ushtria për të cilën u lut i dërguari i Allahut nën komandën e Halidit mblodhi veten dhe forcat dhe vazhdoi përballjen me armikun. Shumë shpejt mundën një grup prej bizantinëve. Koha kaloi shpejt dhe dielli perëndoi. Me errësirën që përfshiu vendin, ushtrit u tërhoqën të pushonin. Ky moment ishte një mundësi e artë të cilën Halidi nuk mund ta humbiste. Me përvojën e tij ushtarake, duhet t'i shpëtonte besimtarët dhe t'i jepte një goditje përfundimtare ushtrisë bizantine. Shëtiti çadrat ku ndodheshin ushtarët dhe u dha moral atyre. Pas mesnate, filloi të zbatonte planin e tij. Ushtarët e krahut të djathtë do të kalonin në krahun e majt, ata në të majt do të kalonin në të djathtë. Grupi i ushtarëve prirës do të kalonin mbrapa dhe anasjelltas. Kështu donte të jepte përshtypjen se kishin ardhur për forcime në ushtri. Menjëherë në mëngjes dha urdhër për sulm. Bizantinët kur panë se në çdo krah po sulmonin ushtarë të ndryshëm, menduan se vërtet kishin ardhur për forcime. U friksuan dhe me sulmet e hershme të muslimanëve pësuan një goditje të madhe. Kështu, besimtarët nën komandën e Halid bin Velidit e fituan atë betejë. Pas kësaj beteje, Halidi fitoi epitetin Seifullah, që do të thotë shpata e Allahut. Profeti alayhi selam kishte një konsiderat të veçantë për Halidin. I gjeti një shtëpi afër të tijës dhe e emëroi komandant të një grupi kalorësish. Ai pati korrur suksese të mëdha në rrethimin e Taifit, çlirimin e Mekës, luftën e Hunenit dhe betejat e tjera. U plagos në Hunen dhe profeti alayhi selam e pati mjekuar vetë me frymën e tij të bekuar. Profeti alayhi selam i pati dhënë atij edhe detyra të tjera përveç komandës së kalorësve. Për shembull, ai u shpjegoi Islamin Beni Harith në një mënyrë që ata ta kuptonin dhe me një gjuhë të përshtatshme për shpirtrat e tyre. Ata besuan dhe e pranuan Islamin. Kështu, Halidi, Zoti qofti kënaqur me të, me urdhrin e profetit alayhi selam, qëndroi një periudhë kohe tek ata që t'u mësonte Kuranin dhe parimet e Islamit dhe të mblidhte zekatin prej tyre. Pas një periudhe u kthye në Medinë bashkë me të deleguarin e fisit Beni Harith. Halidi radiallahu anhu, çdo gjë që kishte mbetur nga profeti alayhi selam e konsideronte të bekuar dhe diçka me të cilën krenohej. Disa qime të mjekrës së profetit alayhi selam i pati ruajtur me kujdes të veçantë. Në betejën e Jermukut, ai pati humbur çallmën e tij. Urdhëroi ushtarët ta kërkonin dhe ta gjenin me do e mos. Pas kërkimeve të shumta më në fund e gjetën. E pyetën pse e kishte kërkuar me kaq ngulm dhe ai u përgjigj: Profeti alayhi selam kur bëri umre pati qethur kokën. Sahabët patën marrë qimet e tij akoma pa rënë në tokë. Edhe unë mora një dhe e vendosa në çallmën time. Gjëja e vetme me të cilën Halidi radiallahu anhu kënaqi në këtë botë ishte angazhimi në rrugën e Allahut. Një herë tjetër pati thënë:
profeti alayhi selam na pati dërguar në një betejë. Ishte një natë e ftohtë dhe acartë. Pata pritur mëngjesin me padurim për t'u përballur me armikun. Për mua nuk ka asnjë moment më të ëmbël në jetën time se ajo natë. Nëse doni të dilni fitimtar nga kjo botë, kapuni fort pas përpjekjeve në rrugën e Allahut. Halidi, Zoti qoftë i kënaqur me të, edhe në kalifatin e Ebu Bekrit dhe Omerit, Zoti qoftë i kënaqur me të, pati vazhduar detyrën e komandantit të ushtrisë, që e përpjekur me mish e me shpirt dhe i pati dhënë hakun detyrës, duke i fituar të gjitha betejat ku kishte marrë pjesë, aqsa muslimanët patën filluar të thonin se një betejë ku merrte pjesë Halidi radiallahu anhu ishte e fituar për ta. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, që është shqetësuar shumë nga këto fjali, sepse kishte frikë se muslimanët do tregoheshin të shkujdesur duke harruar ndihmën e Allahut dhe t'ia atribuonin fitoren Halidit, Zoti qoftë i kënaqur me të. Kështu e zvendçoi atë në detyrën e komandantit me Ebu Ubejde bin Jarrah radiallahu anhu. Kur i erdhi lajmi, ai nuk kundërshtoi fare, pranoi të ishte ushtar i thjesht i një ushtrie ku kishte qenë komandant. Halidi, Zoti qoftë i kënaqur me të, pati kaluar gjithë jetën mbi kal dhe i vinte keq pse nuk kishte rënë dëshmor. Në shtratin e vdekjes ai do të shprehej: kam luftuar kaq shumë, në trupin tim nuk ka vend që nuk kam marrë plag shpate, por ja që po vdes si një deve. Frikacakët mos pafshin ditë lumtura në këtë botë. Ai ndëroi jetë në vitin e 21 Hijri. Allahu qoftë i kënaqur me të.